Media të Maqedonase të afërta me VMRO DPMN kanë vazhduar dhe sot të raportojnë për mënyrën e procedimit të rasteve të Hagës pranë gjykatave të Suedisë. Një e përditshme Maqedonase ka shkruar dje se rastet e Hagës ku ngarkohet kreu ÇK-s mund të rihapen në Suedi fal një dispozite të kodit penal që lejon gjykimin e veprave nga sfera e krimeve të luftës. Sipas artikullit të sotëm të gazetës, lëndët mund të procedojnë me iniciativë të familjarëve të vrarve dhe të dëmtuarve në 4 rastet e ndodhura në vitin 2001. Paralelisht, media që ndjekin linjën redaksionale pro VMRO DPMN-s kanë filluar edhe një fushatë anti-NATO dhe anti-BE, duke shkruar për mangësitë dhe dobësitë e integrimit. Lidhur me këto zhvillime ka bërë një reagim në Facebook deputetja e BDI-s Ermira Mehmeti Devaja. Nëse vazhdojmë të krijojmë opinionin publik se nuk na duhet NATO, nuk na duhet Unioni Evropian, por na duhet rihapje rasteve të Hagës, nuk e shoh se ku do të arrijmë, ka shkruar Devaja. Në bllokun tjetër prej ku mendohet se vijnë zërat për rihapjen e rasteve të Hagës, nuk ka asnjë koment zyrtar. Deputetë të VMRO DPMN-s nuk pranojnë të bëjnë deklarata lidhur me artikujt e njëpasnjëshëm të gazetave maqedonase. Zhurnal Plus ka shkruar në numrin e sotëm të saj se VMRO DPMN synon të prish raportet me partnerin e koalicionit dhe të organizojë zgjedhjet e parakohshme. Profesori dhe ish kandidati për president të Maqedonisë Lubomir Fërçkovski në emisionin Win-Win të televizionit 24 lajme ka dhënë vlerësime për ndodhitë e 24 dhjetorit, raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe të Bashkimit Evropian, por edhe mbi zgjedhjet e fundit lokale në vend. Ai vlerëson se raporti i Dashit ishte më objektiv ka shijati të Bashkimit Evropian. Ata duan të na ndihmojnë dhe bën raportin për 5 prioritetet dhe u tha se kemi bërë progres, por them se në rrafshin e mediave, partizimin e administratës, gjykatës dhe biznes klimës ne kemi regres, pra nuk kemi në status quo. Pra në gjitha pikat kemi regres dhe ata na japin raport pozitiv. Falënderit për këtë, por me këtë na mbajnë në lojë dhe të zgjidhet diçka deri në qershor. Sipas tij, raporti i Dashit është objektiv, ndërsa nuk kursen kritika për tolerancën e Bashkimit Evropian ndaj Maqedonisë. Është gjyna i madh që e bëjnë evropianët, ata e bëjnë edhe në Afrikën e Jugut, që sigurinë e vendosin para demokracisë dhe të drejtave të njerëzit. Për ta demokracia përfundon me atë që ka parti politike maqedonase dhe shqiptare në qeveri, dhe ajo prodhon ligje pro-evropiane dhe ajo se janë të përkushtuar në bisedimet për emrin. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, Maqedonia ka marrë kritika të shumta për të drejtat e njerëzit, lirinë e mediave, funksionimin e gjyqësorit dhe për luftën e pamjaftueshme kundër korrupsionit. Një shteta si Maqedonisë është në rrezik jete, 9 të tjerë po kthehen me lëndime në Shkup, kurse 2 të tjerë ndodhen rrugës për në Prag. Këto janë informacionet zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme, sipas të cilëve në autobusin që ka udhëtuar drejt kryeqytetit çek kanë qenë 21 shtetas të Maqedonisë, 4 shtetas çek dhe 3 shtetas bullgar. Sipas të dhënave policore, aksidenti ka ndodhur në orën 1:05, teksa autobusi lëvizte në anën e gjatë të Korsisë. Në një moment shoferi ka humbur kontrollin mbi autobusin dhe ai ka dalë nga rruga duke rrokullisur. Kundër shoferit është ngritur tashmë procedurë për vozitje të pandërgjeshme dhe për shkaktimin e aksidentit me disa të lënduar. Vala e të nxehtit afrikan do të përfshin nga dita e sotme dhe deri të njëjtën e ardhmen mbar territorin e Maqedonisë. Paralajmërimi bëhet nga Drejtoria e Punëve Hidrometeorologjike, sipas të cilës të martën temperaturat do të ngriten madje deri në 32 gradë Celsius. Sipas meteorologëve, këto temperatura të larta nuk janë normale për këtë periudhë të vitit. Drejtoria Hidrometeorologjike ka informuar gjithashtu se shtypja e ajrit do të jetë rreth 1020 hektopaskal, kurse do të fryjë erë me shpejtësi prej 1 km/h. Kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi priti sot në zyrat e saj një delegacion të përbërë nga anëtarët e Departamentit për Europën Qendrore dhe Lindore të Institutit Friedrich Ebert. Gjatë takimit Arifi ka njoftuar delegacionin gjerman për tipare të kulturës, tradicës dhe tolerancës që karakterizojnë këtë qytet, si dhe potencialet e jashtëzakonshme intelektuale, ekonomike, kulturore dhe arsimore që duhet shfrytzuar për arritje të një zhvillimi të përgjithshëm dinamik. Po ashtu në takim është biseduar për bashkëpunimin e arshëm të komunës së Tetovës me Institutin Friedrich Ebert në funksion të zhvillimit të demokracisë lokale dhe të përparimit shoqëror.